Shqipe Hysenaj ka reaguar pas paralajmërimeve nga Eltoni Liriani për paditën ndjekje me mjete gjyqësore të deklaratës së saj mbi bazën e thashëthemeve mbi parashikimi Simakun. Ajo ka zgjedhur Instagramin e saj për të shprehur, duke thënë mes të tjerash: "Hap Instagramin dhe shoh disa video nga personat që flasin pa baza. Këta njerëz nuk dinë të ndajnë thashëthemin nga akuza. Nëse thashëthemi dhe mungesa e lirisë së fjalëve, sipas protokollave do të ishin të ndaluara me ligj, do ishin mbrapa. Nuk e keni ide në rubrikave roz. Jam shumë e hapur për luftën virtuale, por e keni të humbur me mua. Jo pse unë fitoj, por sepse ju jeni gjithmonë gabim. Do se do në shoj në hak, por unë kam bashkëpunëtorin Ronaldon që ai kishte kufjen dhe mikrofonin. Unë e lash si ta që them që të mos kishte keq kuptime. Ju lutem, çdo gjë që thuhet në rrjetet sociale merrni siç e themi dhe jo si ule vërdis. Jo vor bulla me mua. Nuk kam më intervista tani e tutje. Se mirë që nuk më kuptoni, por më keq kuptoni." Sqaroi një herë mirë Shqipe Hysenaj fancat e saj për deklaratën tronditse që dha përpara Shqivis Simakun, duke deklaruar disa të pathëna që nuk e kemi dëgjuar deri më sot.